Presidenti i Hyssein Belliu Group, zoti Irfan Hussein Belliu, është pritur në një takim zyrtar në New York nga zoti Bruce Arthur Blackman, ekzekutivi i qarkut Nassau dhe një nga figurat më të afërta republikane me presidentin Donald Trump. Një nga temat kryesore të diskutimit mes zotit Hussein Belliu dhe zotit Blackman ishte mundësia e investimeve në sektorin e prodhimit, përfshirë ndërtimin e një fabrike bire në partneritet me një nga kompanitë më të mëdha spanjolle në industrinë europiane të birës. Gjatë takimit u diskutua edhe për lehtësimin e procedurave dhe mbështetjen institucionale ndaj projekteve të reja investuese, si dhe për thellimin e bashkëpunimit në fushën e medias, roli i së cilës është me shumë rëndësi në pasqyrimin e zhvillimeve ekonomike dhe turistike në Shqipëri, sektor që po ngjallin interes të shtuar, veçanërisht në mesin e komunitetit shqiptaro-amerikan. Takimi mes zotit Hussein Belliu dhe zotit Blackman sinjalizon një interes të ndërsjellë për bashkëpunimin konkret dhe ndërtimin e një dialogu të qëndrueshëm ndërmjet dy vendeve, me fokus në diplomacinë ekonomike, median dhe zhvillimin e sipërmarrjeve të reja. Zoti Hussein Belliu, i shoqëruar nga djali i tij Fatmir Hussein Belliu, po zhvillon një vizitë pune në Shtetet e Bashkuara, ku do të ketë takime të rëndësishme me përfaqësues të lartë të biznesit dhe politikës amerikane. Në thelb të kësaj vizite mbetet ndërtimi i urave të komunikimit dhe nxitja e investimeve të reja shqiptaro-amerikane.